nga prokuroria e posaçme dhe gjykata e posaçme. Përshëndetje Keti, ishte planifikuar sot seanca për masakrën e Gërdecit, është shtyrë sërish për arsye të mungesës së ish-ministrit Mediu? Jepte qëndrimin e tij në lidhje me pyetjet dhe përgjigjet që dhanë ekspertët në seancën e parë, por bëhet fjalë për ekspertët e ekspertimit tekniko ushtarak në lidhje me Gërdecin, por mungesa e tij bëri që këtë seancë të shtyhet. Në fakt, zoti Mediu kishte njoftuar gjykatën që duhet të ishte në Kongresin Amerikan, pasi kishte një ftesë të ardhur në adresë të tij dhe ai duhet të largohet nga data 24 deri në datën 1 prill, pra nuk është i pranishëm në gjykatë në lidhje me këtë datë. Ndërkohë që edhe vetë gjyqtarja Elena Gjoka deklaroi që mund të vinte një datë më afër, pasi ajo merrte lejen e zakonshme dhe më pas u la data 7. Në fakt pati reagim si nga ana e prokurorit të çështjeve të projektit të paraqituar të paktën të kërkesë që ka bërë zoti Mediu, por edhe nga familjarët e viktimave të Gërdecit, por dhe avokatët e tyre mbrojtës, të cilët kërkuan që për ekonomi gjyqësore gjykata të marrë vendime në lidhje me pretendimet e zotit Mediu që kërkon të lexojë vetë gjithë materialin në lidhje me ekspertimin, pra në mënyrë që atij të jepet ky material të dorëzohet në shtrim dhe më pas gjykata të mos vënohet. Megjithatë, edhe Zamira Durda që është një nga të vetmet, mund të them, nga familjarët e të vrarëve nga tragjedia e Gërdecit që është në çdo seancë, e cila pati reagimin e saj duke akuzuar që ky proces po zvarritet prej vitesh, ndërkohë që ajo ka 17 vite që pret drejtësi. Kjo është një seancë që u shtyhet dhe ditën e sotme, duhet të them vëmendje që edhe një seancë më parë ky proces nuk u bë, kjo për shkak të mungesës së gjyqtares së çështjes, e cila ishte në shkollën e magjistraturës për Gjinsajdin. Pra, janë procese të cilat janë caktuar që të zhvilluar një në javë, por o mungesa e gjyqtarëve, o mungesa e avokatëve dhe në rastet e prokurorëve ka bërë që kjo seancë të zvarritet. Ndërkohë, nga ana tjetër, Keti sot ka pasur pritet apo ka përfunduar seanca lidhur me rekursin e ish kryeprokurorit Adriatik Llalla në gjykatën e lartë? Në fakt ishte parashikuar për të zhvilluar ditën e sotme, zoti Llalla e ka bërë rekursin duke kërkuar përfaqësi që në momentin që është dënuar nga gjykata e posaçme e apelit, por në datën në nëntor të vitit të kaluar ai ka bërë një tjetër kërkesë në gjykatë ku kërkon që të heqë dorë nga rekursi, çka do të thotë që të ngjelet në fuqi vendimi i gjykatës së posaçme të apelit, pasi dënimi pothuajse është shlyer deri në këtë moment, ai ndodhet në Itali dhe kjo ka qenë kërkesa e zotit Llalla. Në fakt, kolegji pritet të vendosë ditën e sotme edhe në lidhje me kërkesën e parë, por edhe në lidhje me kërkesën e dytë, nëse do të marrë parasysh tërheqjen nga rekursi për zotin Llalla, por mungesa e një antari të të gjykuar ka bërë që këtë seancë të shtyhet në datën 1 prill. Ja, nuk janë zhvilluar pothuajse disa gjyqe, ku ishte një kolegj i gjykatës së lartë, se kjo është arsyeja që gjykata e lartë do të vendosë 1 prill nëse do të pranojë kërkesën e zotit Llalla për vit që do në rekursi, apo do të shqyrtojë kërkesën e mëparshme të tij që kërkon të shpallën të paqshëm. Pra, mbetet për të parë vendimet e qëndrimit të lartë gjykata e lartë në lidhje me këtë çështje. Faleminderit Keti Banushi për gjitha këto informacione, do të jemi sërish me ju në tjera lidhje të drejtë për drejta, nëse do të ketë të tjera zhvillime nga SPAK dhe GKK. Ndryshojmë temën e informacioneve tona, do të shkojmë